Përshëndetje shenja Ademit, kjo është panorama e interpretimit javor. Java duket se hapet me kartën dëshpërimi. Kjo kartë nënkupton se mund të ketë lodhje emocionale ose mendore. Dëshpërimi nuk do të thot me patjetër një ngjarje të rëndë, por më tepër flet për një gjendje ku mund të ndiheni të shkënjyer nga ritmi i ngjarjeve ose nga fakti që diçka nuk po ecën sipas pritshmërive tuaja. Mund të keni menduar shumë për një çështje ose mund të mendoni shumë për një çështje dhe të mos keni parë ende rezultatet që prisni. Dëshpërimi mund të thoja se ju kujton se jo çdo periudhë ngadalësie është dështim. Shpesh kur shfaqet dëshpërimi, flet për momente kur njeriu sheh vetëm pengesat dhe harron të shohë mundësitë që po formohen në sfond. Dëshpërimi është një kartë që ju kërkon durim dhe besim, sidomos kur mendja ju bind se asgjë nuk po ndryshon. Më pas kemi kartën mesazh. Menjëherë pas dëshpërimit shfaqet mesazhi, gjë që e zbut ndjeshëm energjinë e javës për ju. Kjo kartë tregon se informacioni që ju mungon mund të jetë rrugës. Për disa nga ju mund të merrni një telefonat, një lajm, një përgjigje, një sqarim ose një sinjal që ju ndihmon të kuptoni më mirë një situatë të caktuar. Shpesh mesazhi shfaqet kur ka pasur pritje dhe paqartësi. Dhe ndoshta Zoti vendos të sjellë një copës informacioni që mund të ndryshojë këndvështrimin tuaj. Unë do të thoja të mos e nënvlerësoni asnjë komunikim gjatë kësaj jave, sepse edhe një bisedë thjesht mund të ketë ndikim më të madh se sa duket. Më pas kemi zonja e privilegjuar. Zonja e privilegjuar ju thret të riktheheni te vetja. Ndoshta pas një periudhe ku vëmendja mund të ketë qenë te problemet ose shqetësimet, mund t'ju kujtohet vlera juaj personale, mund të ndiheni më të vetëdijshëm, më të vetëdijshme për kufijtë tuaj, për atë që meritoni dhe për mënyrën se si dëshironi të trajtoheni nga të tjerët. Zonja e privilegjuar është një kartë dinjiteti dhe vetë respekti. Ajo tregon se një pjesë e rëndësishme e javës mund të lidhet me mënyrën se si e shihni veten. Sa më shumë të besoni në vlerat tuaja, aq më pak do të ndikoheni nga mendimet ose sjelljet e të tjerëve. Më pas kemi kartën e arkivolit. Shumë njerëz tremben kur shohin këtë kartë, por në leximet dhe interpretimet simbolike, ajo rrallë herë flet për humbje fizike. Arkivoli është karta e përfundimeve. Arkivoli tregon se një kapitull po mbyllet, mund të jetë një mënyrë e vjetër e të menduarit, mund të jetë një shqetësim që ju ka lodhur, mund të jetë një pritje e gjatë ose një situatë që ka arritur në fundin e saj. Arkivoli flet për pastrim dhe çlirim. Edhe pse mbylljet ndonjëherë sjellin emocione të përziera, ato krijojnë hapësirë për diçka të re. Arkivoli nuk vjen për të marrë, arkivoli vjen për të larguar atë që nuk ka më funksion në jetën tuaj. Më pas kemi mund dhe punë. Kjo kartë tregon realitetin e përditshëm. Ka gjasa që kjo javë të kërkoj përkushtim, përgjegjësi dhe durim. Mund të ndiheni sikur po mbani më shumë peshë se zakonisht ose sikur disa gjëra kërkojnë më shumë energji për t'u realizuar. Megjithatë, unë do thoya që kjo nuk është kartë e kotësisë, përkundrazi. Kjo kartë flet për përpjekje që kanë kuptim. Zoti duket se ju kujton se jo çdo bekim vjen menjëherë. Disa bekime ndërtohen gradualisht përmes punës dhe këmbguljes. Unë do të thoja mos e nënvlerësoni atë që bëni tani, edhe nëse rezultatet nuk janë ende të dukshme. Më pas kemi kartën dhuratë. Pas kartës së punës shfaqet dhurata. Dhe kjo mua më duket shumë interesante sepse tregon se përpjekjet tuaja nuk kalojnë pa u vënë re. Ndoshta për disa nga ju mund të merrni një shpërblim, një mundësi, një ndihmë ose një bekim që mund t'ju lehtësoj rrugën. Ose mund të jetë anasjelltas, pra ju mund t'i jepni dikujt që mund të ketë nevojë.
diçka të caktuar. Në disa raste kjo kartë flet për diçka konkrete. Në raste të tjera flet për një ndjenjë lehtësimi, për një lajm të mirë ose një mundësi që mund të vinë në kohën e duhur. Dhurata këtu duket më tepër si një kujtesë se jeta nuk është vetëm barrë dhe përgjegjësi. Jeta di edhe të t'jap. Më pas kemi kartën burgim. Karta e fundit tregon një energji shumë kufizuese, por më shpesh flet për kufizime të brendshme. Mund të kuptoni se disa nga pengesat më të mëdha nuk janë rrethanat, por unë do të thoja që mund të jenë frikërat, dyshimet ose bindjet që mbani brenda vetes. Kjo kartë ju fton të pyesni veten. Ku po e kufizoj veten? Ndoshta po mendoni se nuk mundeni, kur në fakt mund të mundeni. Ndoshta po prisni leje nga të tjerët për të bërë diçka që tashmë e dini se duhet ta bëni vetë, pa pritur miratimin e të tjerëve. Burgimi shpesh është një derë pa çelës nga jashtë, sepse çelësi ndodhet brenda jush. Në Prism Oracle kemi ndërgjegjësim. Kjo kartë duket si mesazhi kryesor i gjithë shtrirjes për ju. Ndërgjegjësimi flet për zgjim, qartësi dhe vetëdije. Unë do thoya që gjatë kësaj jave mund të kuptoni diçka të rëndësishme për veten, për një situatë ose për një drejtim që duhet të merrni. Sepse ndërgjegjësimi nuk ndryshon menjëherë rrethanat, por ndryshon mënyrën se si ju i shihni rrethanat. Dhe shpesh kur ndryshon mënyra se si shohim, fillon të ndryshojë edhe realiteti ynë. Paçim.